Zikos, por vjen ndërhyrja nga Pira. Në fushën e tyre, avantazhin e morën pa kaluar as 9 minuta. Goditja 1-0, kalon përpara Gjilani. Gjilani përmes Senad Jarović krijoje përsi 1-0 ndaj Malishevës në Albi Superligën e Kosovës në futboll. Por mysaferët u hakmorën pas vetëm 10 minutave. Drilon Hazrollaj përfitoi nga harkimi Arlin Veliut. Malisheva më pas e kërkoi edhe golin e përsisë. Gjuajtja e Etnik Brutit u ndal nga shtylla, kurse portieri Gjilanit bëri mrekulli për t'ja mohuar golin me sfushorit Bruti. Malisheva nuk i ndali vizitat në zonën e Gjilanit. E përmes një harkimi ata fituan penalti. Donaldo Açka luajti me dorë. Pas rishikimit në ekran, gjyqtari kryesor tregoi me dorë ka pika e bardhë. Penalti në gol e ktheu Drilon Hazrollaj. Gjilani u rikthye sulmeve vetëm në pjesën e dytë. Skifterët ja dolën të barazojnë kur kapiteni Kushtrim Shabani qëlloi sakt me kokë. Por ky nuk ishte goli i fundit në ndeshje. Sërish vëmendjen e mori numri 10 i Malishevës. Hazrollaj me golin e tretë në ndeshje ja dha 3 pikë ekipit të tij. Fitore në gjiron e 23 arriti edhe Prishtina. Bardhe Kaltrit e mposhtën liri nga Prizreni 3-1. Pas një pjesë të parë pa gola, Ardian Muja shënoi i pari. Prishtina dyfishoi me anë të Kreshnik Kukës. Për golin e tretë të vendasve mendoi Leutrim Kryeziu. As liria nuk mbeti pa shënuar pasi Aldi Gjumsi realizoi golin më të bukur në ndeshje.